Cila receta është këtën? Kemi... Cilën recetë do kërkojmë ne tani se erdhëm? Me perime, Që kërkon aty poshtë? Kemi 5 minutë që aty poshtë. Anullojmë aty, fillojmë tani. Atë receta e perimeve. Të kam thënë që unë nuk jam edhe ere që të jema që elastike. Vorim qika të sipër aty të kraftet, që të mos ulesh poshtë. Ja. Kemi një gjellë me perime. Gjellë me perime. Speca, patlıxhan, kunguj, qep, tomatina, hudhra, erëza të ndryshme, kripi pertëzi. Bom vitaminash. Dhe patjetër bimat aromatike që nuk mungojnë në asnjë gjellë tonën. Bom vitaminash. Të marrë dhe një thikë. Kështu që edhe recetën nëse e kemi të shkruar, ne do t'ja u lexojmë për t'i përgatitur. Është recetë që nuk kërkon mishk, mjafton të kemi këto perimet, një gjellë që mund të gatuhet në tigan dhe që ka perime me ngjyra të ndryshme, 2 speca, jeshil ose të kuq, një kungull, një patlıxhan, 2 qep, 3-4 domate, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, një lugë çaj speci kuq i ëmbël, krip piper i zi dhe hudhër e grirë majdanoz ose borzilok. Ne këtu në tryezën tonë kemi majdanoz. Një gjellë për gjithë familjen, një gjellë që përgatitet edhe në tenxhere edhe në tigan, me këto perime të cilat ka urdhisen lehtë, i lëmë të zjejnë, edhe kësaj gjelle, në fund fare po të duam, unë personalisht nëse ta gatuaj, o t'i shtoj edhe pak djath. Po me që djathin e kemi, si është si tip turlie, kjo edhe i shkon. Po. I shkon dhe konsumohet edhe i ftohtë, pra një ditë më pas, nëse ju e gatuani gjellën, në mbrëmje për ditën tjetër, siç bëjnë visat e angazhuara me punë. Normalisht, juve ju duhen diku tek 2 qep, unë përdor 1 qep, e kemi thënë, do ta them disa herë dhe nuk e di disa herë që do përdor qep, do ta them që kur qepa ne kërkojmë të zbutet qepa, e vendosim në frigorifer, ose në të kundërt e vendosim 1 orë përpara në ujë. Heq djegjen, që qepa të dali tjetë pak e ëmbël, nuk del, por nuk ka të djegësim. E shtoj në yndyrë. Asnjëherë nuk haroj ritualin e duhur, që nuk e lëm të skuqet shumë, po e ndihmojmë me ujë, që ajo zbutja të bëhet sa më natyrale dhe jo e nxitur nga temperatura e lartë apo edhe nga vaji i nxehur shumë. Duke shtuar pak ujë dhe pak krip, ne ndihmojmë qepën që të zbutet. Masën e ujit normalisht që e shtojmë nga pak. Kam. Tani merrem me perimet e tjera. Patlıxhani. E pres në feta. Me thënë të drejtën, nuk është edhe fika ime e mirë, çdo njeri ka ato pajisjet e veta që përdor. Po, se bëhen si të... Kjo më duket sikur e kam të huazuar. Të dorës. Ndryshon dora. Megjithatë, mos harro se kjo është një nga fikat që na pret shumë edhe që kemi bërë më shumë incidente. Po. E kam marrë pak inat. Në shkopin të tillë, të barabartë, sepse nëse janë si sfinxher thithin dhe shumë vaj faktikisht. Ka matësin e gishtit dhe trashësin e gishtit quhet julienne. Julienne. Po. Normalisht vjen nga fjalë franceze. Vjen nga frëngu. Po. Atëherë na pëlqen të referohemi se kështu e ka bërë frëngu këtë gjë. Duket sikur është diçka më e vërtet dhe më e besueshme. Po kjo është një recetë që mund ta gjejmë kudo, është recetë mesdhetare. Vetëm kuzhina nuk ka kufi. Vetëm kuzhina nuk ka kufi. Sepse është art, edhe arti i tillë është, nuk ka kufi. Pra shiko, duke shtuar ujë nga pak, ne kemi një qep
që fillon në lëshon dhe lëngun e vetë që e trash. Pra është ndër të vetmet që nuk ka nevojë që të shtoj miell. Ndër të vetmet. Po. Patlıxhanin unë dhe shtoj direkt tani. Pse? Sepse patlıxhani është spungjer dhe thith vaj. Pak të duke e pudrosur nga pak me miell, Atëherë, fillon dhe bëhet si më unë do krokante. të shtoj. Kemi një qese këtu? Jo, unë do të shtoj direkt këtu. Okej. Si shka patlıxhanin, do të shtoj edhe kungullin, por jo tani, por të bëj prerjen e njëjtë me patlıxhanit. Pa, kungulleshkën. Sërish i vendos kapakun që të më ndihmoj të krijohen avuj dhe të bëhet zbutja pa përthithjen mirë të yndyrës. Kam kungullin. Te kungulli e mira të mirave, që është kungulli duhur, nuk është e largoj dhe pjesën tjetër, ne na duhet kur gatuajmë kungullin, na duhet për shembull te risotto, na duhet vetëm pjesa ansore e kungullit. Kjo pjesë jo. Pse? Sepse kjo pjesë ka përthamat. Është si diçka Gjë që që e ne na sakt. duhet, kur të vendosim suprat, për shembull, ne i lëm tek suprat. E pres edhe kungullin në formë të tillë. Nëse unë do ta pres pak më të hollë, mua më zhduket kungulli në gatim. Po, se ka edhe ujë. Prandaj dhe prerjet ujë dhe janë të zbutet në tilla. kollaj. Pra këshillojnë që prerjet janë pak më të trasha. Gjatë kohës që merrem me kungullin, zbuten ndërkohë Shtoj te perimet e kungulli tjera. kripën që të ketë një përthithje të mirë të kripës. Ja, e kjo. Do shtoj masën tjetër të kripës në tenxhere. Tani këto janë perime që ne edhe kur ta përfundojmë recetën, do jenë al dente, ëh? Do jenë disi të Perimet do forta, të jenë al dente faktikisht. kur i konsumojmë, që Pra, është një gjellë që konsumohet me pirun, për shembull. Shtoj masën e kungullit. Sepse duhet që speci të jetë edhe speci të jetë al dente. Do të shtoj pak mas vaj. Dhe normalisht, thelpit e hudhrës do të shtoj të jenë të tilla. Sërish një përgjerje. Pra qepa nuk duket dhe perimet e tjera të gjitha do të jenë të dukshme. Qepa rrethore. Pra, Qepa rrethore, speca rrethore. Se po thoja që Specat, sot kemi po. ditën e perimeve. Të gjitha recetat që kemi të fokusuara dhe të grupuara perime të Sa më ndryshme. shumë perime në jetën tuaj, aq më mirë. Sidomos mban vendin e veçantë përdorimi i lakrishteve, spinaqi, Tani vjen pranvera dhe Këto duhet sigurisht të jenë dhe janë të këshilluara, në të gjitha stinut janë të këshilluara që janë të pandalshme. Sidomos për speci dhe jeshilliqit janë për sëmundjet kancerogjene. Speci sidomos, do mund të kur shkon te mjeku thotë përdor shumë spec. Po. I kam të tilla. Shtoj erzat në fund dhe normalisht edhe pjesën Edhe pak ujë majdanozi. Sa ujë më duhet mua? Mua më duhet aq ujë sa të mbulohet Si mbulohen sipërfaqja. perimet, po. Ato lëshojnë dhe ujë vetë. Normalisht do më duhet, Në fund do t'ja shtojmë domatet e vogla, ose nëse e kemi domatet nëse të ju plot. dëshironi mund të shtoni domaten kubik ose në të kundërt gjysëm. Po. Pra ujë ja kemi shtuar, këto nuk do ka urdisën, thjesht do shtohen te uji i më zjerjes. ëmbëlsi, sepse është e ëmbël. Dhe i përshtatet është akoma është më pranë frutit, Po. dhe pse domatja quhet frut, ne jemi mësuar të i themi Ta perime. konsumojmë si perime. Po. Do të marr bimët aromatike, Pak koper dhe pak majdanoz, i bëjmë me Që tjetë. shumicë që t'ja shtojmë edhe tavës në fund,
Atëherë. Ne jemi drejt përfundimit të recetës së dytë, kemi sjell pranvisat, ja u tregoj edhe një herë t'ja kujtoj që kemi sjell një tavë me oriz dhe me perime dhe po ashtu përgatisim një gjellë tigani me perime. Perimet janë disi të njëjta dhe të ndryshme nga receta në recetë, por e gjithë dita e sotme, gjithë receta e kësaj dite janë të fokusuara tek ngjyrat dhe tek perimet. Ashtu do të jetë edhe receta tjetër kur të kthehemi nga publiciteti, kemi lakrën e bardhë, si o ta sillesh? Lakrën e bardhë turshi. Pra këto ndryshe ne mund t'i quajmë dhe perime të shterura. Po, ose probiotik miqësore me zorët. Patjetër. Në këndvështrimin shëndetësor. Kalojmë në publicitet. Zora është në funksion të trurit. Të trurit. Është lidhje e fortë me njëri tjetrin përmes nervit vagus. Kalojmë në publicitet, rikthehemi shpejt. Ndërkohë, receta tjetër e perimeve, siç tham, sot kemi vetëm perime në kuzhinën tonë për të përgatitur recetat tona bashkë me lakrën tushi që do ta tregojmë tani se si mund ta përgatisim në shtëpi, edhe pse her pas here kemi sjell të formave dhe të mënyrave të ndryshme të përgatitjes. Është nxehtë. Ne jam bërë duart, jam mësuar duart tona me prekjen e të nxehtave. Pra nëse doni i mbani kështu të shterura dhe nëse doni të kundërtën, me pakës lëng, perime, gjellë, e di që do ta kapësh ju, tigani. Tani e bashkojmë me recetën tjetër, çik vaj, ulliri ekstra të virgjër në fund fare për shije. Edhe 1-2 kokra piperi. Tani,